Fenomeni Shkodran Louise Ailey ka tërhequr sërish vëmendjen e mediave dhe fansave me një postim të ri plot ngrohtësi. Këngëtari i njohur, që prej daljes nga Big Brother VIP, ka mbetur një ndër figurat më të dashura për publikun shqiptar. Kësaj radhe, Luizit nuk i duhet as skena e madhe dhe as dritat e kamerave për të bërë bujë, mjafton një foto e thjesht familjare. Ai ka ndarë një moment të ëmbël në rrjetet sociale, ku shihet në një restorant bashkë me partneren e tij, Kiara Titon, dhe vajzën e tyre të vogël, Luna Marin. Në imazhin që ka qarkulluar me shpejtësi në rrjet, familja Ailey shfaqet e ulur në një tavolinë të ngrohtë, mes dritës natyrale që hyn nga dritaret e mëdha. Luizit i lexohen në fytyrë qetësia dhe lumturia, ndërsa Kiara shikon me dashuri vogëlushen e tyre që buzëqesh me pafajësi. Të tre rezatojnë një atmosferë të sinqertë dashurie, duke treguar se pavarësisht famës e angazhimeve, familja është prioriteti i tyre i padiskutueshëm. Pas lindjes së Luna Marit, jeta e çiftit ka marrë një dimension të ri. Nga dy figura publike që ndanin emocione në ekran, Luiz dhe Kiara janë shndërruar në prindër që ndajmë me fansat copza të përditshmërisë së tyre, gjithmonë me kujdes dhe dashuri. Çdo postim i tyre kthehet në lajm, sepse publiku duket se është lidhur ngushtë me këtë familje, e cila përfaqëson dashurinë e pastër, përkushtimin dhe thjeshtësinë. Në komente, ndjekësit kanë shpërthyer në komplimente. Sa të bukur jeni të tre, një familje për t'u marrë shembull, dashuria më e sinqertë, janë vetëm disa nga reagimet që mbushën rrjetin. Jo pak prej tyre theksojnë se Louise Ailey po tregon anën e tij më të ndjeshme, atë të një babai të përkushtuar që gjen lumturi në gjërat e vogla, si një drekë e qetë me njerëzit e zemrës. Ky moment i përbashkët familjar tregon më shumë se çdo fjalë, përtej famës, skenës dhe karrierës, ajo që vlen më shumë është dashuria dhe harmonia. Luiz dhe Kiara duket se po jetojnë një periudhë të artë të jetës së tyre, ku çdo ditë pranë vajzës është një bekim i ri. Me një gjest të thjeshtë, ata i kujtojnë publikut se lumturia nuk matet me sukseset, por me paqen dhe dashurinë që gjen në shtëpi.